Mirë, të zhëndosëm këtë momente në një tjetër aktivitet të kryetarit e Partisë Demokratike Zoti Sali Berisha. Në këtë moment ai është një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet e tij sociale. Ndjekim së bashku. Falënderim për ju. Së pari, dua të theksoj se vendosmëria e Partisë Demokratike në përballjen me narkoregjimin e Edi Ramës është sot më e fortë se kur. Sot Edi Rama është në një panik të vërtet, e konsideron veten në fakt ashtu siç është i pashpres, por ndërkohë bën gjithçka për të mbajtur në fijen e barit. Ju e konstatoni e shifni se skandalet e tij kanë marrë dheu, janë bërë europiane dhe botërore. Vjedhjet e tij dhe plaçka e pasurive publike nuk ka të ndalur. Qëndrimi i tij ndaj shqiptarëve në një kohë të vështirë kur çmimet po rriten për shkak të krizës së krijuar nga lufta në lindjen e mesme në Shqipëri, godasin masivisht shqiptarë, por Shqipëria është vendi vetëm në Europë që de facto nuk ka marrë asnjë mas lehtësuese. Miliardat që inkasohen nga rritja e TVSH-s dhe që u mirën nga xhepat shqiptarëve, po rriten gjithnjë më shumë. Ndërkohë, fermerëve shqiptar ju hiqet edhe subvencioni i naftës që kishin. Pra, një indiferencë totale e tij ndaj fermerëve, një indiferencë e madhe ndaj pensionistëve, ndaj atyre të cilët nuk mjekohen dot me pensionin që marrin as 15 ditë në muaj. Indiferencë totale ndaj atyre që janë në ndihmë ekonomike dhe që u thuhet jetojnë me 34 euro në muaj. Një indiferencë totale ndaj të gjitha atyre që përdorin transportin publik, asnjë subvencion. Ndërkohë, kompanitë kanë përgjysmuar përdorimin e autobusave për shkak të krizës. Pra, kemi të bëjmë me një qeveri e cila funksionon vetëm për vete, funksionon vetëm e vetëm për pasurimin e antarëve të saj, e rrethit tyre familjar. Ligji që parandalon, që mbron qytetarët nga abuzimi zyrtarëve me pasuritë e tyre, quhet ligji i konfliktit të interesit. Ky ligj është rrafshuar me zero. Ky ligj nuk ekziston më. Shembullin më së pari e dha vetë Edi Rama, kur ai me firmën dhe vullën e tij i ka dhënë vllaut të vet 38.000 metër katror tokë. Kur ai ka shtrit dorën e tij të zezë në të gjitha koncesionet. Miq,
çdo koncesion i tij del një vjedhje e madhe e përmasave të jashtëzakonshme. Por ai nuk u ngop vetëm me koncesionet. Gropa e madhe e zezë familjare e tij është Akshi. Akshi në cilën Edi Rama, Linda Rama dhe Armand Frangu kanë patur minjerën e Floririt. Kanë plaçkitur shqiptarët në qindra milion euro. Për të realizuar këtë plaçkitje të madhe Edi Rama në vitin 2017. Nxori një vendim qeverie me të cilin të gjitha tendrat në fushën e IT-s, të gjitha drejtorive, agjensive, ministrive të vendit, do t'i bënte tashmë vetëm Akshi. Në mënyrë që Akshit mos kishte më pak qindra milion, por shumë qindra milion tendera. Ergyll Sagasi, ju e morët vesh që vera 33.000 euro që i dhurohej Edi Rams për dreka dhe darka, shoqërohej me 200.000 të tjera. Pra, kutia e verës përmbante vetëm një shishe dhe pjesa tjetër mbushej me 500 euro. E megjithatë, Ergyll Sagasi apo alias Edi Rama alias Ergyll Sagasi është i lirë, shtet i lirshëm, shoqërohet nga policia, vazhdon punimet në pronat e sekuestruara. Ligji pra nuk ekziston. Ajo që mbetet revolta qytetare. Ndaj dhe e mbyll këtë hyrje me thirrjen më vllazërore për çdo qytetar shqiptar. Të bashkohemi me datën 8 maj në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria në kryengritjen më të fuqishme paqësore kundër këtij regjimi i cili po vjedh haptas si asnjë regjim tjetër në Europë dhe në botë popullin e vet. Faleminderit. Kristi Meshini, edhe policia ndryshoi strategjinë dhe mënyrën